Edison, cili është qëndrimi i Kinës sa i përket sulmit që Irani zhvilloi në Izrael? A ekziston atje frika e një krize përhapjes së saj, një lufte në lindjen e mesme? Duket se bombardimi i Iranit ndaj Izraelit duket se nuk e ka qetësuar shumë gjendjen globale. Edhe Kina duket se është vënë në lëvizje. Madje mund të them se ditën e djeshme vetë ministri i jashtëm i Kinës ka zhvilluar një bisedë telefonike me vetë ministrin e jashtëm të Iranit, pikërisht për këtë çështje. Pra është një telefonat shumë e rëndësishme ndoshta për të qetësuar gjendjen. Dhe Kina në fakt në mënyrë të tillë ka deklaruar se sulmi i Iranit në Izraelit ndoshta ka qenë pikërisht një akmarrje apo një vetë mbrojtje pikërisht ndaj sulmit që Izraeli bëri ndaj ambasadës së Iranit në Damask. Dhe kjo ka qenë çësia. Nuk është kërkuar, madje është thirrur edhe vetë ambasadori i Izraelit në Pekin pikërisht për një takim të tillë, ndoshta është kërkuar që edhe vetë ambasadori i Iranit të jetë i pranishëm në këtë takim. Nuk është pranuar nga ambasada e Iranit të një takim midis vetë Pekinit, ministrit të jashtëm të Kinës, vetë ambasadorit të Izraelit apo edhe Iranit, sepse pala Iranit nuk ka pranuar që të jetë në këtë takim, duke mbajtur sigurisht qëndrimin për atë çka ndodhi, por megjithatë Kina ka deklaruar se një sulm tjetër, pikërisht një hakmarrje tjetër nga Izraeli ndaj Iranit, ndoshta do të carronte gjendjen më tepër, pikërisht për sa i përket jo vetëm Rusisë me Ukrainën, por edhe një gjë tjetër. Duket sikur Kina po shtypet apo po them mund të ketë një trysni nga lidhje me këtë gjë, sepse duke qenë se Kina është partneri më i madh ekonomik, mbi 98% e ekonomisë së Iranit është me Kinën, të gjithë në fakt, jo vetëm SBA-ja, por edhe perëndimi po ushton një trysni të tillë ndaj Kinës që të ushton një trysni ndaj Iranit pikërisht për të mos e acaruar më tej situatën për çfarë ka ndodhur. Ndoshta të bëjë një mundësi për ulje midis palësh, siç ndodhi edhe një vit më parë me Iranin dhe me Arabinë Saudite. Mund të ndodhë një situatë e tillë. Megjithatë, shpresohet që gjërat të qetësohen, sigurisht që telefonata e fundit e bën një ditë më parë nga vetë ministrat e jashtëm të dy vendeve, duke sikur kanë qetësuar pak gjendjen për të mos lënë më tepër hapa acarimi.